All rise. Të gjithë më këmbë. The Kosovo Specialist Chambers. Dhumat e specializuar të Kosovës shehin seancën. Gjykatësi mund të uleni. Madam Court Officer, please call the case. Gjykatësi Smith, zonja sekretare, mund të paraqisni lëndën. Good afternoon, Your Honors. Sekretare e seancës, mirëditë nderuar gjykatës. Kjo është çështja KSC BC 2020-06, prokurori i specializuar kundër Hashim Thachit, Kadir Veselit, Recep Selimit dhe Kup Krasniqit. Gjykatësi, mirëditë të gjithëve. Vërej që zoti Krasniqi po na ndjek përmes video lidhjes, ndërkohë që të akuzuarit e tjerë janë pranishëm në salën e gjyqit. Po ashtu për proces verbal them që zonja Legendra dhe zonja Roan po na ndjekin përmes video lidhjes. Vendosëm që të mbajmë një seancë të shkurtër për rezolvimin e çështjes në mënyrë të tillë që të bëni një përmbledhje të synimeve tona lidhur me vazhdimin e kësaj çështje dhe për të marrë komentet dhe sugjerimet tuaja. Dhe mbase më shumë rëndësi të dëgjonim në qoftë se ka probleme që akoma nuk janë zgjidhur përpara se të vazhdojmë në fazën tjetër të gjykimit që do të fillojë me konferencën për përgatitjen e mbrojtjes që do organizohet menjëherë pas fundit të pushimit të verës. Kjo seancë nuk është një seancë vëndësuese për seancën sipas rregullës 118. Kjo seancë, ashtu si seancat të tjera për rezolvimin e çështjes, është e ngjashme me to. Qëllimi kryesor është që të kemi një panoramë të përgjithshëm për progresin dhe planifikimin. Si gjithmonë, mezi presin të dëgjojmë komentet tuaja. Një rend i ditës me shkrim është qarkulluar të premten. Do të mundohemi që të bëjmë pamundurin që të trajtojmë të 7 pikat në rendin e ditës sipas rendit të përcaktuar në atë rend dite. Përpara se sa kalojmë te pika e parë, trupi gjykues dëshiron që të nxjerrë një urdhër gojor që ka të bëjë me klasifikimin e mocionit të mbrojtjes sipas rregullës 130 dhe parashtrimet e lidhura. Më 12 qershor 2025 mbrojtja dorëzoi një mocion sipas rregullës 130 me numër F03256. Më 16 korrik 2025 trupi gjykues lëshoi në seancë publike vendimin e vet lidhur me F03256. Sipas rregullës 82 paragrafi 5, duke vënë re se parashtrimi F03256 është dorëzuar në versionin konfidencial dhe për të siguruar deri në masën e mundur një gjykim publik, trupi gjykues urdhëron mbrojtjen që ose të kërkojë riklasifikimin ose të dorëzojë versionin publik të redaktuar të parashtrimit F03256 deri të premten 22 gusht 2025. Gjithashtu trupi gjykues vëren se në parashtrimin F03314, datë 7 korrik 2025, ZPS-ja kërkoi riklasifikimin e parashtrimit F03314 dhe të shtojtëses së saj si publik. Pasi rishikoi parashtrimet përkatëse, trupi gjykues miraton kërkesën e ZPS-s dhe urdhëron zyrën administrative që të riklasifikojë F03314 dhe F03314 viz A01 si publike. Tu përfundon urdhri gojor i trupit gjykues. E di që zoti Misetish që është përfaqësuesi i zotit Thaçi, përmes mesazhit elektronik ka kërkuar që të dëgjohet në fillim të kësaj konference për rezolvimin e çështjes. Kështu që fjalën keni ju, zoti Misetish. Misetish, faleminderit nderuar gjykatës, faleminderit të gjithëve. Dua që të ngrej disa çështje të cilat do t'ju japin informacion lidhur me të gjitha pyetjet që na keni bërë deri tani. Dhe do të mundohem që t'i jap përgjigjet për gjitha pyetjet në mënyrë që të mos çohem më gjatë seancës. Sa i takon kohës që ka kaluar ose periudhës së 6 javëve të fundit, dua që të riteksoj edhe një herë mënyrën se si e kemi kuptuar ne historikun procedural.
Në konferencën për përsërinë e çështjes me 22 janar 2025 në transkriptin në faqen 2434, 2 deri në 24343, mbrojtjes ju bë pyetja se sa kohë do duhet që të paraqes provat e saj edhe sa kohë do duhet për të bërë përgatitjen e mbrojtjes pasi të merr një vendim për rregullin 130 dhe fillimit të çështjes së mbrojtjes. Dhe ne, të gjitha ekipet e mbrojtjes, kërkuam 10 javë nga koha kur do t'jepej vendim sipas rregullit 130 duke përjashtuar pushimin e verës. Ndërkohë, në konferencën e radhës për përsërinë e çështjes me 19 shkurt 2025, në transkript në faqen 25462, mbrojtja e Veselit, më konkretisht zoti Dixon, i kërkoi trupit gjykues në qoftë se udhëzimet që ju kishin kërkuar në konferencën për përsërinë e çështjes në janar, lidhur me përgatitjen për provat e mbrojtjes, ishte pranueshme për trupin gjykues. Përgjigjja e trupit gjykues ishte që në përgjithësi këto afate ishin të pranueshme. Kështu që ekipet e mbrojtjes kanë marrë përgjigjen nga trupi gjykues që ato kanë të drejtë që të kenë 10 javë në dispozicion për përgatitjen e provave të tyre, pasi të merrej vendimi sipas rregullës 130, duke mos marrë parasysh këtu pushimin e drekës. Ndërkohë që trupi gjykues nuk dha në pushimin e verës, më falni. Ndërkohë që trupi gjykues gjithashtu nuk na ka bërë asnjë njoftim, por ka ndryshuar qëndrimin e tij, na ka dhënë një tjetër parashtrim që është F03232, që trupi gjykues proprio motu përcakton afatet për aspektet e provave të mbrojtjes, duke përfshirë kështu edhe ofrimin e dëshmitarëve dhe të listës së provave materiale me 21/2025 dhe gjithashtu ka vendosur edhe për konferencën për përgatitjen e mbrojtjes për pjesën tjetër të gjykimit. Ndërkohë, me datë 23 qershor, ZPS-ja është përgjigjur kërkesës tonë, duke kundërshtuar ndryshimin dhe po ashtu ZPS-ja kërkoi që trupi gjykues të lëshonte një tjetër urdhër të ri sa i takon afateve kohore, përfshirë këtu edhe përmbushjen e detyrimeve për nxjerrje të materialeve sipas rregullit 1045 dhe të jep informacion që kërkohet sipas paragrafit 74 të urdhrit për zhvillimin e procesit. Mbrojtjet dorëzuan një kundërpërgjigje të përbashkët 26 shtator, duke theksuar gjithashtu edhe shkakun e arsyeshëm që qëndron në bazë të mocionit ton dhe që kundërshton kërkesën e ZPS-së që kërkon afate të reja. Një prej arsyeve që është dhënë nga ekipet e mbrojtjes është që mbrojtja duhet të ketë mundësinë e barabartë që të dëgjohet sipas afateve kohore përkatëse. Më dy korrik, trupi gjykues lëshoi vendimin F03302 duke e kundërshtuar, duke rrësuar kërkesën tonë për ndryshim të afatave në përjashtim të datës për konferencën për përgatitjen e mbrojtjes. Trupi gjykues gjithashtu vendosi disa afate të tjera të kërkuara nga ZPS-ja pa dëgjuar parashtrimet përkatëse të mbrojtjes. Po ashtu edhe lëshoi disa afate të tjera shtesë. Sipas këtij urdhri, the Thaçi defense as the first. Mbrojtja e Thaçi, duke qenë zoti Thaçi është akusori i parë në akt akuz, është urdhëruar që të jetë gati që të paraqesë provat e veta duke filluar nga java 25 gushti 2025. Trupi gjykues përmes këtij vendimi ka zbritur ose ka reduktuar kohën në dispozicion të mbrojtjes për të përgatitur çështjen e vet me 10 javë, siç ishte planifikuar dhe në vend të 15 tetorit ka vendosur që çështja e mbrojtjes së Thaçit të fillojë 25 gusht. Dhe ndërkohë e gjithë kjo është bërë pa asnjë lloj njoftimi nga shkurti deri në qershor, duke mos marrë fare parasysh vështirësitë që ka mbrojtja për përmbushjen e afateve përkatëse. Parashtrimi nuk është që nuk na keni dëgjuar, sepse keni pasur mundësi që na dëgjoni në konferencat që janë organizuar në shkurt dhe në prill. Por mbrojtja i ka kërkuar konkretisht se çfarë mendon trupi gjykues dhe nëse ai autorizon këtë afat kohor prej 10 javësh nga marrja e vendimit sipas rregullit 130. Dhe shprehimisht trupi gjykues ka thënë që përgjithsisht kjo është e pranueshme.
Gjithashtu, të akuzuarit kanë të drejtë që të kundërpërgjigjen në pranimin e gjerë të trupit gjykues sa i takon kërkesës për 10 javë, çfarë i takon që ky afat kohor do jetë diku nga 10 tetori, duke përfshirë këtu edhe afatet për kërkesa sipas rregullës 107. Në një tjetër pikë të lidhur, më duhet të them që trupi gjykues ka ulur kohën për përgatitjen e mbrojtjes nga 10 javë në 2 javë, dhe kjo ka krijuar shumë barë të shtuar dhe vështirësi për ekipin tim, i cili ka punuar dhe vazhdon të punojë rreth 12 orë në ditë në mënyrë të tillë që të mundohet që të respektojë afatet përkatëse. Ne nuk kemi në dieni në qoftë se trupi gjykues apo gjykatësi procedurës paraprakë ndonjëherë e ka trajtuar ZPS-n në një mënyrë të tillë që ka vendosur afate për nxjerrjen e dokumenteve ose për fillimin e provave të ZPS-s pa i dhënë ZPS-s mundësinë që të dëgjohet. Për proces verbal dëshirojmë të them që këto janë afate të cilat kanë krijuar shumë vështirësi për përgatitjen e ekipeve të mbrojtjes, dhe sikurse e kemi diskutuar edhe më herët, ne kërkojmë që të na jepet mundësia që të shpjegohet, sepse ne nuk na është miratuar e drejta jonë për të pasur afatet kohore përkatëse, të paktën siç e kemi kuptuar në këto afate dhe siç ato lidhen me rregullin 107, me ofruesit e informacion sipas rregullës 107. Ju falenderit. Gjykatës Smith, Elis edhe unë i bashkojmë para shtrimave dhe dëshiroj të them që në seancën e datës 23 prill në faqen 26167 ju i nderuar gjykatës njohët përpjekjet e gjitha palëve në mënyrë të tillë që të respektojmë afatet kohore, gjithashtu edhe që të kapim ritmin siç ai është kapur deri tani. Në ekipin tim, ashtu siç në rastin e ekipit të zotit Misetic, ne kemi punuar në mënyrë të jashtëzakonshme për të respektuar afatet përcaktuara prej jush. Dhe përrjedhoj i bashkohemi para shtrimeve të zotit Thaçi. Dhe parashtrojmë që ne nuk jemi në gjendje që të fillojmë provat për klientin tonë datë 25 gusht dhe arsyet për këtë do t'ja jap pak më vonë. Gjykatës Smith, prokuroria, prokurore, shumë shkurtimisht, më lejoni të them që sipas pikpamjes tonë, diskutimi për 10 javët duhet të tejkalohet kur flasim për atë se çfarë kërkon mbrojtja kur jo është paraqitur rendi i ditës. Mbrojtja ka thënë me datë 13 qershor 2025 që mbrojtja ka mundësi që të fillojë të thërrasë dëshmitarin e parë në javët që fillojnë të hënën, domethënë 15 shtator 2025. Dhe në fakt kjo është shumë më pak se sa 10 javë, dhe kjo është afati kohor që ka kërkuar ekipet e mbrojtjes. Dhe ky afat edhe për ne është i nevojshëm që të përgatitemi. Sipas nesh, ky afat kohor do ishte mjaftueshëm për t'i dhënë të gjitha palëve mundësinë që të përgatiten dhe për të qenë fleksibël. Gjykatës Smith, zoti Los, keni ndonjë gjë për shtuar? Zoti Los, nuk kam gjë për shtuar. Nuk e di anëtarët e trupit gjykues nëse kanë ndonjë koment ose sugjerim për shtuar. Metro, ndoshta për të plotësuar kronologjinë që na tha ju zoti Misetic, dua të them sa më poshtë, më datë 1 tetor 2024, ju bë pyetja sa kohë ju duhet që të përgatisni provat tuaja. Dhe ju jeni përgjigjur 4 deri në 6 javë në mënyrë të tillë që ne të bëjmë përgatitje për dëshmitarët. Domethënë këtë keni thënë me datë 1 tetor 2024. Tjetra pikë që dëshiroj që të ngremi ju zoti Misetic është se koha që është kërkuar sipas kërkesave sipas rregullës 130 në rregullore parashikohen 10 ditë dhe pas kërkesës tuaj ne kemi miratuar zgjatjen e afatit që u kërkuar prej jush dhe juve ju dha në dispozicion 6 herë më tepër kohë që është parashtruar në rregullore. A mund ta kuptoj, a kanë kuptuar drejt që një pjesë e përgatitjes për provat e mbrojtjes është për gjatë periudhë kohë? Misetic, në përgjigje të pyetjes tuaj, tani sa i takon asaj çfarë kam thënë në tetor, tetori është shumë herë më përpara se sa konferencat e tjera që unë përmenda pak më përpara. Në konferencat e mëpasme kemi diskutuar për 10 javë, nuk kemi diskutuar për asnjë afat tjetër. Sa i takon aspektit të dytë,
Sigurisht ne kemi punuar gjatë gjithë kohës që kemi pasur në dispozicion. Megjithatë kjo nuk ndryshon asgjë lidhur me faktin që ne kemi funksionuar ose kemi punuar ndryshe nga regjimi që ne kemi rënë dakord me juve në shkurt. E sa për të sqaruar nuk është që po kërkoj një zgjatje deri në mes të orës, por dua që ju ta kuptoni që ne kemi punuar duke menduar që do fillojmë provat tona në mes të tetorit, duke menduar që ndoshta trupi gjykues do ta shkurtonte këtë kohë, po jo kaq shumë, ajo na kërkonte që të fillonim që në gusht. Atëherë, gjykatësi metro. Zoti Misetish, edhe një herë, këto diskutime kanë të bëjnë me emocionin sipas rregulls 130. Në qoftë se i kanë bërë siç duhet llogaritjet, nga koha që janë mbaruar provat nga prokuroria, janë mbyllur këto prova, dhe nga momenti që fillon ju me dëshmitarët tuaj, takon që ju keni pasur 4 muaj në dispozicion për përgatitje. E kuptoj që një pjesë të kësaj kohe ju e keni shpenzuar për të përgatitur mocionin sipas rregulls 130. Megjithatë kam bërë ca krahasim me çështje të tjera që janë të së njëjtës matësie. Dhe sinqerisht, unë nuk kam gjetur shumë ose asnjë që ka qenë aq shumë bujar sa i takon afateve. Përfshirë këtu edhe disa çështje ku keni qenë të përfshirë zoti Misetish. Kështu që pyetja ime për ju do ishte kjo. Sa kohë mendoni ty që do të merret nga momenti që prokuroria mbaroi me provat e veta deri në momentin që ju do filloni me provat tuaja? Misetish, së pari nuk e di fare se për çfarë çështje keni fjalën ju gjykatës metro, megjithatë ne kemi të bëjmë me ofruesin sipas rregullit 107 për cilët do duhet marrim autorizim dhe ky është problem shqetësues. Së dyti, nëse ky është arsyetimi juaj, dua të di arsyeën pse s'na e keni thënë këtë gjë në mars, në prill apo maj, por këtë gjë ne keni thënë për herë të parë me datën 7 qershor. Metro, nuk mendoj se më duhet të ju përgjigje për pyetjen, megjithatë presumimi im është që kohën që nuk e keni pasur të nevojshme ta përdorni promocionin sipas rregullit 130, do e kishit përdorur për përgatitjen e provave tuaja. Për shembull, për sa i takon çështjeve që thatë që nuk e dini për çfarë çështjes flas për çështjen Gotovina, ku keni pasur 25 dëshmitarë, ju është dhënë 2 javë, jo 6 javë ose 8 javë që keni kërkuar, sipas kërkesave të 98 bisit, dhe gjithashtu ju është dhënë një periudhë kohore po ashtu më e shkurtër edhe një çështje tjetër edhe për sa i takon numrit, sa gjysmës së numrit të dëshmitarëve që ju keni në këtë çështje gjyqësore. Smith, pyetja që kam për juve është kjo, sa prej këtyre dëshmitarëve përfshin ofruesi sipas rregullit 107? Ajo që duhet të them është që nga dëshmitarët që kemi nxjerrë ne juve, që nuk kërkojnë autorizim sipas rregullit 107, ne mund të fillojmë provat e mbrojtjes, por kemi problemin kryesisht këtu me dëshmitarët sipas rregullit 103, pra që duhet autorizimi. Gjykatësi Smith, gjykatësi metro 3, Misetish jo, është dëshmitar sipas 153-shit. Ne kemi 2 dëshmitar. Nëse është e mundur që t'i sillim atë me 25 gusht, kjo është një tjetër çështje që duhet të diskutuar së bashku me zyrën për mbrojtjen e dëshmitarëve. Gjykatësi Smith, duket sikur problemi kryesor i juaj sa takon përgatitjes së çështjes tuaj janë dëshmitarë sipas 107-s apo jo. Misetish po. Gjykatësi Smith, ju kujtoj që kur zoti Kiu ishte në vendin tuaj 2 vite e ca më përpara, ai tha që ishte i gatshëm që të dëshmitar të sillte që nesër që të jepnin dëshmi këtu. Thjesht e sa jo, e tha nga mendja vet, këtë gjë po vërtet ishte i përgatitur që të dëshmitar të kishte gati për të dhënë dëshmi. Misetish, e kemi marrë korrespondencën nga ofruesi sipas rregullit 107. Dhe na duhet autorizim për këtë. Ka një proces që duhet respektuar. Gjykatësi Smith, nëse ishit gati ju ta bënit menjëherë, pra të sillni këto dëshmitarë që të nesërme, atëherë pse nuk e keni të mundur që të sillni këto? Misetish, ky realiteti është gjykatësi Smith në fakt, Kiu e ka thënë këtë gjë që ditën e parë që ka ardhur këtu në gjykatë. Se kjo nuk është e qartë për ne. Pas 2 vitesh e gjysmë, po na thoni tani që nuk keni marrë ende autorizimin? Se ju ishit gati të filloni që para 2 vitesh e gjysmë procesin metro. Dhe vështirësia është
që procesi për të paktën gjysmën e dëshmitarëve të propozuar ka filluar në tetor të 2022 për gjysmën e tyre. Pra, nëse na thoni tani që ende s'keni marrë autorizime sipas rregullës 107 dhe kjo do të vënoj çështjen, unë kam të vështirë ta kuptoj dhe ta pranoj. Do flasë për aspektet ligjore të 107-ës. Po megjithatë, kjo është mënyra si kanë rrjedhur gjërat. Ka filluar pra në tetor 2022-shit dhe në janar 2023 e njëjta listë na u paraqit ne, 2/3 aso kohe, janë të njëjtët persona që keni paraqitur dhe ju tashmë. Misheti, që dhe njëherë, ka arsye për këtë. Disa për këtë është se ka pasur proces tjetër për autorizimin e intervistave dhe autorizim tjetër për ato që janë përdorur në gjykat. Disa për këtyre dëshmitarëve e kanë ndjekur çfarë kemi bërë, se kanë dëgjuar çfarë ka paraqitur prokuroria. Po ju i keni paraqitur si dëshmitar para shumë kohësh. Nuk po flasim për intervistat, e dim në dallimin, por janë ofruar si dëshmitar në kohën përkatëse. Mishetiç. Nëse i sillni ju atëherë këtu, megjithëse nuk marrin e autorizimin, atëherë le ta bëjmë. Po më vjen keq po përsëris këtë. Nëse kështu i keni menduar ju, kjo ka qenë mendësia juaj, dhe keni pasur për synim të shkurtoni kohën, do të na kishit thënë, sepse ne jemi bazuar në atë që keni thënë në shkurt. Pse nuk na keni thënë që do ta shkurtonit këtë kohë nga shkurti deri në qershor, por e marrim vesh pa prit mas në qershor që keni shkurtuar afatet për ne. Unë këtë nuk e shpjegoj dot. Zoti Misheti, që ta keni qartë, gjykatësi Gaynor. Do t'ju lexoj diçka që nga një dokument e 28 tetori 2022, paragrafi 28, të gjithë dëshmitarët që ka kontaktuar mbrojtja janë të disponueshëm në shkurt 2023-shit për jashtim të njërit, që do të jetë disponueshëm në prill të 2023-shit. Pra pyetja ime është shumë e thjeshtë. Kur filloi procesi i autorizimit për rregullën 107. Kur filloi si proces? Kur e fillua ti procesin e autorizimit? Mishetiç. Po ka disa hapa për autorizim sipas rregullës 107. Ka filluar që në hapat e para të kësaj çështje gjyqësore u kërkua autorizimi, por u mor vetëm për disa intervista të dëshmitarëve. Dikun nga pranvera e këtij viti, kur vendosëm të rrisin disa prej këtyre dëshmitarëve në gjykat, ju bëm kërkesën zyrtare ofruesve të informacionit në mënyrë që ta jepnin autorizimin përkatës gjykatësi Gaynor. Ama në dokumentin e 28 tetor 2022 duket sikur në atë datë ekipi juaj ishte gati të fillonte me dëshmitarët. O nuk do të rriste të dëshmitarë, më falni. Mishetiç, jo, ne kishim të qartë që do të rrisim dëshmitarët, por nuk kishim marrë autorizimin prej tyre që do të vinin si dëshmitarë në gjykat. Gjykatësi Smith. Ky procesi do të kishte filluar më shpejt. Jeni me vonesë për këtë s'ka asnjë diskutim. Mishetiç. Mund ta thoni që jemi me vonesë, por unë mund ju them që ne kemi ecur me afatet e shkurtit të këtij viti dhe kishim menduar që këta persona do kishin përfunduar procesin e autorizimit për këta persona deri në 15 shtator. Gjykati Smith, po ju nuk e dini as sot këtë. As nuk e dini nëse do të jeni gati në 15 shtator. Mishetiç, jo nuk e dim, kur të marrim vesh do ju njoftoj. Kemi diskutuar dhe eksperte këtë. Do ju njoftojmë, nëse nuk e marrin autorizimin, atëherë do kërkojmë ndihmën tuaj që të mundësohet autorizimi prej ofruesve të informacionit. Zoti Elis, keni diçka për të shtuar ju lidhur me këtë? Elis, unë thjesht për proces verbal dua të them se kemi bërë të qartë nduke edhe në një dokument tonin, nuk është kaq e thjeshtë, nuk është se kemi punuar ne për mocionet e rregullës 107. Në kohën kur kemi dorëzuar mocionin, kemi pasur dhe 44 mocione të tjera me të cilat po punonim, që duhet i shqyrtonim, duhet i rishikonim përpara se të jepnim përgjigje të përkatëse. Nuk mund të thoni që mbrojtja u ule dhe priste të merrte vendim. Ne kemi punuar jashtëzakonisht shumë gjatë kësaj kohe. Gjykatësi dhe ne kemi punuar në të njëjtën kohë. Elis, pa diskutim. Zonja Lagendra, keni ju diçka për të shtuar lidhur me këtë? Në rregull. Anything else?
Ka gjë tjetër nga trupi gjykues? Gjykatësi Metro. Me që po flasim për rregullën 107, zoti Mishetić. Jam pak i paqartë për mënyrën si interpreton ju rregullën 107 dhe mbase do duhet të diskutojmë së bashku që të kuptohemi të paktën me njëri tjetrin. Me sa kuptoj unë, ju po propozoni dhe i referohem parashtrimit që keni dorëzuar dje dhe ne morëm sot. F033557 është parashtrimi që dorëzua atje, më 21 korrik pra. Me sa kuptoj unë, ju thoni, ose nuk jeni të autorizuar, ose nuk jeni të detyruar të jepni emrat e dëshmitarëve të mundshëm që janë objekt i autorizimeve sipas rregullës 107. A e kam kuptuar unë drejt këtë gjë? Përgjigje, nuk janë të autorizuar, jo të detyruar, jo të autorizuar. Metro, keni ndonjë burim juridik ju për këtë? I kam lexuar parashtrimet tuaja, më duket se është poshtë shënimi 8 i dokumentit tuaj, që ju po mbështeteni në pozicionin që kishte ndërmarrë dhe prokuroria të paktën për një dëshmitar. Pra, edhe ju mendoni se për shkak se ka bërë prokuroria dhe ju keni të drejtë mos e jepni të dhënat për këtë person? Mishetić. Më vjen keq, unë nuk e dija që do përkoni precedent tani, unë mund të shkoj dhe ta kërkoj informacione për kazet u a dërgoj. Çështja është që të paktën sipas perspektivës tonë, nuk ka ndonjë precedent në tribunalet penale për këtë, por, sidoqoftë, ne marrim parasysh pozicionin e ofruesit të informacionit sipas rregullës 107. Ky është shqetësimi ynë. Metro, por në tetor të 2022-shit dhe janar 2023-shit, ju i keni dhënë gjysmat e këtyre emrave. Ja keni dhënë ZPS-s këto emra. Gjykatësi të procedurës paraprake aso kohe edhe panelit. Trupi gjykues. Përgjigje. Problemi është ky. Çfarë ka ndodhur në të shkuarën mira keq, nuk do të thotë që ne do të vazhdojmë të veprojmë në mënyrë të gabuar. I ofruesit e informacionit ma kanë bërë të qartë mua si avokat që duhet ndjekur një procedurë. Metro, mira keq është diçka që vendosim ne, zoti Mishetić. Problemi është që ju tani po argumentoni, paktën siç e kuptoj unë, dhe thoni që nuk kemi të drejtë ta nxjerrim këtë informacion, ndërkohë që informacion tashmë është nxjerr. Ky informacion tashmë i është nxjerr palës kundërshtare. Mishetić, nuk po argumentoj as pak. Po përpiqem të jem sa më shumë bashkëpunues me ofruesit e informacionit sipas rregullës 107 në mënyrë se të sjellni dëshmitarët. Nëse do të jepni urdhër që ta nxjerr informacionin, unë do ta respektoj urdhrin tuaj, ama nuk marr përsipër pasojat që do të ketë kjo për ofruesit e informacionit sipas rregullës 107. Kjo është një problematikë që do duhet ta trajtojmë më pas trupi gjykues dhe do të merrni ju përsipër përgjegjësi për këtë. Metro. Prandaj po afroj mundësinë të na thoni cila është baza ligjore. Kush është burimi, precedenti për këtë? Keni bërë dhe një parashtrim tjetër në dokumentin tuaj paragrafi 4, dokumenti që dorëzua dje, thatë përmbledhjet e dëshmitarëve të propozuar, sipas jush janë të parakoshme. E njëjta pyetje sërish. Ju i keni nxjerrë tashmë disa prej këtyre përmbledhjeve, të paktën për gjysmën e dëshmitarëve të propozuar. Çfarë ka të parakoshme këtu? Dhe keni nxjerrë informacion që para 2 vitesh e gjysmë. Mishetić, po përsëris edhe një herë atë që thash. Nëse diçka është bërë në mënyrë të gabuar para 2 vitesh e gjysmë, nuk do të thotë që ne do vazhdojmë të veprojmë në mënyrë të gabuar. Smith, kur keni komunikuar për herë të fundit me ofruesit sipas rregullës 107? Mishetić, ne komunikojmë çdo javë, edhe madje edhe dje komunikuam me ta, i pyetëm cili është qëndrimi i tyre. Edhe përgjigja që morëm ishte që jemi duke punuar, s'kemi asnjë përgjigje të mëtutjeshme. Smith, nuk ju kam dhënë ndonjë afat? Mishetić. Jo, por ua kemi thënë që na është vendosur afati për datën 18 gusht dhe t'i nxisim që të punojmë pak më shpejt. Por në disa institucione ka burokraci të caktuara, gjërat zvarriten, sidoqoftë.
është dhe problemi i çështjes pushimeve të verës. Besoj që do të jetë edhe më e vështirë që të realizohet kjo gjatë periudhës së verës, të kërkosh personave që punojnë në institucionet të veprojnë në mënyrë efikase. Por unë nuk kam informacion të brendshëm se si funksionojnë proceset në institucionet e agjencisë përkatëse. Smith. Po ju zoti Ellis, a do të ishit ju i gatshëm të fillonit? A do të fillonit ju atëherë me dëshmitarët tuaj? Në mënyrë që t'i japim kohën përkatëse ekipit të zotit Mishetic, derisa të marrin informacionin nga rregullat ofruesit 107-s. Elis, jo. Asne nuk jemi gati të fillojmë. Mund t'ju jap detajet të mëtejshme nëse mi kërkoni, por përgjegjja ime për momentin është jo, nuk jemi të gatshëm. Smith, jo nuk ka nevojë për parashtime të filluara, faleminderit. The panel will now Trupi gjykues do trajtoj pikën e parë në rendin e ditës, që është në korrik 2025, mbrojtja e zotit Thaçi, zotit Krasiqi, përkatësisht informon trupi gjykues në bazë të rregullës 119, që do të paraqisnin mbrojtje dëshmitar edhe të hënën, ekipi mbrojtjes së zotit Thaçi dhe zotit Krasniqi dorëzuan listën e dëshmitarëve provë materiale sipas rregullës 119.2 me parashtrimet përkatëse F03-357, F03-358. Rridimisht, trupi gjykues dëshiron të ofrojë mbrojtjen e Thaçit dhe të Krasniqit se dokumentat që janë dorëzuar dje janë tërësia e dokumenteve që synojnë të përdorin ekipet e mbrojtjes sipas rregullës 19 paragrafi 2. Zoti Mishetic, fillimisht ju lutem. Përgjigje. Po, kemi dorëzuar një listë dëshmitarëve dhe një listë provave materiale që përmbushin kriteret e rregullës 119.2, por kjo vlen vetëm në qoftë se nuk do duhet marrim autorizim pas rregullës 107. Kryegjykatësi, kam të qartë këtë. Do t'i dorëzoni të gjitha këto prova materiale apo disa do të kërkohen të pranohen apo sipas rastit? Mishetic, kjo e fundit. Gjykatësi Smith, sa prej tyre do të kërkoni që ti pranojnë përmes dëshmitarëve? Mishetic, e morëm urdhrin tuaj të enjten dhe me vëllimin e punës që kemi pasur ne, nuk kemi pas mundësi ta lexojmë urdhrin tuaj dhe nuk kemi në gjendje t'ju japim hollësi për këtë. Kryegjykatësi do të përdorni mocionin provajogojore? Mishetic, po. Sa mendoni se do të pranohen përmes provajogojore? Mishetic, nuk mund t'ju jap përgjigje me këtë, do të jetë në varësi të dëshmitarëve dhe çfarë do të ngelet pastaj për të trajtuar më pas. Zoti Elis, do të përgjigjeni edhe ju të njëjtës pyetje? Përgjigje, njëjta që edhe për ne. Kemi dorëzuar listën e dëshmitarëve, listën e provave materiale. Për momentin nuk parashikojmë të dorëzojmë gjë të mëtutjeshme. Lista e provave materiale është relativisht e shkurtër, vetëm një pjesë vogël të materiale do t'i kërkojmë të pranohen përmes dëshmitarëve. Të tjera do kërkojmë të pranohen ose përmes mocioneve jogojore ose mund të mos i kërkojmë fare që të pranohen si prova gjyqësore. Do përpiqemi të shfrytëzojmë sa më shumë mocionin për prova jogojore, po se nuk e kemi vendosur përmendje se do të veprojmë. Por të paktën një nga mocionet për provat jogojore për mocionet që kanë ngelur të patrajtuara do të jetë në fund të paraqitjes së provave për ne. Gjykatësi Smith, zoti Mishetic, të njëjtën në praktik do të nxirrni edhe do të ndiqni edhe ju? Mishetic, më lejoni të lexoj pak transkriptin. Gjykatësi Smith, desha t'ju pyesja, do të dorëzoni nga fundi mocionin tuaj përkatëse? Mishetic, datën e fundit që do na caktoni ju si afa të dorëzojmë mocionet tona. Do të bëjmë disa parashtrime lidhur me këtë pikë, nëse mund na pranoni. Holling. Fillimisht ai takon listës së dëshmitarëve, besoj se tashmë është e qartë që lista e dëshmitarëve të zotit Thaçi për ne nuk është një problematikë se kërkon një vëllim të madh pune. Mirë, ka një problem se emrat e dëshmitarëve janë të redaktuar. Vetëm 3 emra janë të qartë. Emri i parë në listë në fakt e bën të qartë që mbrojtja e Thaçit nuk e ka kontaktuar këtë dëshmitar, ne këtë dëshmitar nuk kemi për synim ta përdorim më fare për provat tona gjyqësore. Mishetic, ju lutem redaktoni këtë nga transkripti. E kemi bërë të qartë në parashtrimet tona që disa emra nuk duhet paraqiten ose më saktë disa informacione nuk duhet të jenë publike. Gjykatësi, të gjithë deklaratën thoni.
gjykatësi Metro, parashtrimi protokolluar është konfidencial, zoti Mishetić. Holling, besoj se nuk thash asgjë konfidenciale në parashtrimin tim. Mishetić. Po ajo pjesa ku thoni dëshmitar të cilin s'kemi për synim ta përdorim më. Si dëshmitar të prokurorisë. Holling. Gjykatësi, mikrofoni është i fikur. Në rregull, do ta shikojmë këtë çështje. Pra, ne nuk mund të përgatitemi në këtë situatë për dëshmitarët e mbrojtjes. Në listën e provave materiale janë dy probleme që mendoj që duhet t'i theksojmë. Dhe në fakt janë koment, vlen për të dyja listat. Së pari, nuk është praktike mirë të kesh referenca të ndërlidhura në një listë të provave materiale. Të dy ekipet e mbrojtjes kanë bërë kanë përdorur dhe referenca të prokurorisë në listën e tyre të provave materiale. Rregulla 192B kërkon që mbrojtja të ketë një listë të provave të propozuara, edhe do na ndihmonte edhe ne në mënyrë që punoni për dokumentin. Të dimë ne çfarë dokumenta do të kërkojë mbrojtja që të paraqitet dhe të pranohen përmes paraqitjes së provave të tyre. Ata nuk mund të veprojnë në këtë formë. Mbrojtja e tha që citon një rast të mocionin e tyre që është çështje Tribunalit Penal Ndërkombëtar, që nuk ka fare ngjashmëri me këtë çështje gjyqësore apo me procesin ton gjyqësor. Edhe nuk mund të krahasohet nga pikpamje procedurale me çështjen ton si referencë. Se takon listë provave materiale, ashtu do të them që kohën e kemi pasur shumë kufizuar dhe jo çdo gjë është e përkthyer në anglisht në listën e tyre të provave materiale, si kanë të gjitha përkthimet përkatëse. Veç kësaj, ndonse rregulla 103 e bën të qartë, thotë që ZPS-ja nuk e ka për detyrë që të përkthejë materialet. Unë mendoj që në mënyrë që të bëjmë punën siç duhet, është mirë që të na japin dhe versionet në anglisht të materialeve që do synojnë të pranohen si prova gjyqësore. Dhe mendoj se kjo është diçka që duhet të zgjidhet nga palët në mënyrë që ne të bëjmë punën siç duhet. Gjykatësi Metro ka një pyetje. Gjykatësi Metro, po fillojmë me zotin Holling dhe kam të njëjtën pyetje që i bëra edhe zotit Mishetić si përket rregullës 107. A ka ndonjë burim ligjor sipas jush ndonjë precedent për faktin që mbrojtja do t'ju japë ju emrat dhe për mbledhjen e dëshmitarëve të propozuar, për dëshmitarët që janë objekti i autorizimit sipas rregullës 107. Përgjigje. Ne mendojmë që ka janë çështje se materiali vjen ofrues pas ofruesi. Arsyeja pse nuk e dham ne emrin e dëshmitarit sipas rregullës 107 është sepse na kërkoi specifikisht ofruesi. Por duhet të ketë një arsye të vlefshme për këtë. Dhe nuk e kemi të qartë, të paktën në bazë të atyre që tha mbrojtja e Thatchit, nëse është vërtet pengesë prej ofruesit të informacionit kjo. Nëse lexojmë paragrafin 4 të parashtrimit F03357, është një koment aty ku thotë që nëse deklaratat nuk do të marrin autorizim përkatës, mbrojtja do të thrasë dëshmitarët live, pra t'japin dëshminë në sallën e gjyqit, çka do të thotë se do të rritet, do të duhet shtohet afati për dëshmitarët e mbrojtjes. Por kjo nuk është e qartë pse nuk mund ta jepen emrat, ne na duhen emrat sapo më shpejt që të jetë e mundshme në mënyrë që të respektojmë vendin detyrimet tona dhe të përgatitemi për këtë dëshmitarët. Kam dhe disa pyetje për ekipet e mbrojtjes tani. Kjo lidhet me listën e provave materiale. Kjo formulimi i përbashkët që keni ju në parashtrimet, formulimet e ngjashme në parashtrimet tuaja dhe i referojnë rregullës 119 dhe thoni që janë prova materiale që mund t'i përdorni ose t'i paraqisni në sallën e gjyqit. Formulimi i rregullës nuk është që mund, nuk mund të thoni mund. Zoti Mishetić, ka një paqartësi këtu. Shqetësimi që kam unë është nëse keni menduar tamam siç duhet, vërtet e keni menduar që ta përdorni të gjithë materialin? Apo thjesht po përpiqeni
të përfshin një 4.000 dokumente dhe një prej jush dhe 1.000 ekipi tjetër dhe më pas të mos i përdorni të gjitha, pra dëshë të pyes një herë, synoni ta përdorni tërësinë e materialeve që keni paraqitur në listën tuaj dhe gjithashtu, sa takon dokumenteve të ZPS-s, nuk jam shumë i qartë në fakt, lidhur me parashtrimin tuaj në këtë drejtim. Prandaj do të isha pak më i qartë. Pra, po thoni që nuk keni përfshirë në listën e propozuar të prove materiale dokumentet që janë në listën e prove materiale të ZPS-s dhe nëse po, me cili është precedenti në bazë të cilës rregulle keni bërë ju këtu, sepse rregulla për mua është shumë e qartë, rregullat janë shumë qarta për mua, thotë që duhet të jepni listën e provave të propozuara që mbrojtja synon të paraqes. Again, Mishëtic, ne kemi marrë qasjen, pra, synimi për përdorur është kategoria gjerë, ka dokumente që kemi synimin për të përdorur në rrethanat e duhura. Por jo që të gjitha do të hidhen si të tilla si prova në përgjithësi. Vërej listën e provave materiale të ZPS-s që ka 21.000 materiale, nga të cilat 8.600 janë paraqitur për të pranuar si prova, pra 2/3 nuk janë paraqitur fare. ZPS-ja, ju dini që ZPS-ja ishte mund të pretendonte që ishte shkaktuar dëm, por mbrojtja u vu në pozitën e tillë ku 10 mira dokumente duhet trajtoheshin nga jo dhe kjo nuk ka ndodhur ndonjëherë. Pra nuk mendoj që ka qenë praktike që po ndjekim praktikën e ZPS-s, në shumë aspekte jemi përpjekur që të përdorim ZPS-n si udhërrëfyes një farë mënyrën se si do të paraqisim provat tona. Kam një çështje që dua të trajtoj me të ju nuk më dhat përgjigje të saktë. Nuk mund të keni të dy çastet apo të veprojnë në dy mënyra të duar. Nuk mendoj që mund të kritikoni prokurorin nga një anë dhe pastaj të përdorni praktikën e tyre të mirë për veten tuaj. Ajo që kërkoj nga ju është të më thoni qartë, është që qëndrimi juaj i qartë, i kujdesur, që keni kushtuar listës, pra listës që na keni dhënë neve mbrëm, me gjitha cilësimet që ka dhe që është nevojshme në këtë fazë, pra keni shqyrtuar atë siç duhet, faktin që shpresoni apo synoni që të përdor shprehjen, pra keni më parasysh rregullat në rregullore për paraqitjen e provave. Si përgjigje kësaj do thojë që ne kemi kushtuar vëmendje, dhe ky është term që ne kemi mbas të cilit kemi punuar, por me afatet për seancat të ngjeshura që me cilat trupi gjykues na habiti neve në qershor çdo orë punë që kemi bërë për çdo person në ekipin e mbrojtjes, të gjithë kanë qenë duke punuar si ju thash 12-18 orë në ditë, përfshirë edhe gjatë fundjavave. Tani që të zvoglojmë listën e provave materiale, mund të shkthejmë dhe të bëjmë një gjë të tillë, ta shqyrtojmë dhe në veçanti do të kemi parasysh që mbrojtja ka patur 10 vjet për të përgatitur dhe për paraqitjen e provave të tyre, ndërsa ne pa prit në befasisht kemi vetëm 4 javë për të bërë një gjë të tillë. Metro pika e dytë zoti Mishëtic, lidhur me dokumentet e ZPS-s, kërkoj një sqarim nga ju. Nëse dëshironi mund ta përsëris pyetjen, nuk është e qartë për mua në veçanti, do të them se përket parashtrimit të zotit Krasniqi, të mbrojtjes së zotit Krasniqi, nëse kuptojmë atë që na është dhënë, në fakt, ju keni mundësinë për të përdorur, kërkoni mundësinë për të përdorur apo kërkoni që të lejoni të përdorni çdo dokument që ka qenë në listën e provave materiale të prokurorisë, pa e patur ju në listën tuaj të provave materiale. Kuptoj se ky është parashtrimi i Mishëtic problemi dhe këtu është që ne kemi afate kohore shumë të ngjeshura dhe shumë të vështira. Pra sa është mundur dokumentet e ZPS-s nga lista e tyre e provave materiale në listën tonë, i kemi përfshirë ato dhe janë në legal workflow,
është sasi tepër e madhe, do thojë, është harxhon shumë kohë dhe nuk e kemi bërë një gjë të tillë pra në tërësi. Por edhe këtu kjo punë është tepër e madhe për neve, nuk kemi pasur kohë në dispozicion për ta bërë një gjë të tillë. Zoti Elisa, dhe ju keni një qendrim lidhur me provat materiale të ZPS-s apo keni ndoshta ta bëj pyetje më ndryshe? Provat materiale të ZPS-s që ishin në listën e tyre, synon ju t'i përdorni të gjitha ato në listën tuaj të prova materiale? Elis, i qëndërimin tonë kemi shprehur në parashtrim. Ne kërkojmë që të na jepet mundësia që të përdorim provat në listën e prova materiale të prokurisë, të cilat nuk janë përfshirë në listën tonë. Kjo në fakt ishte përpjekje për të ndihmuar, jo për të penguar procesin. Tani duhet pasur parasysh dokumentet në listën e provave materiale të ZPS-s, për cilat jemi gjithë të njoftuar dhe të informuar. Që ne të rijapim informacion dhe njoftim për përdorimin e këtyre materialeve për të cilat i kemi përdorur gjatë procesit, nuk e kemi menduar një gjatë tillë dhe kemi menduar që do të ishte më mirë të japim listën e dokumenteve që ne kishim dhe që ishin në dispozicion tonin. Duke përgjigjer pyetjes tuaj të parë, nëse më lejoni, në kohën që kemi pasur në dispozicion, i kemi shqyrtuar dokumentet, materialet në listë. Para kohës sa kishim. Kur them këtë, është e mundur që ne të mos i paraqesim gjitha këto dokumente si prova jo gojore. Por ne i kemi shqyrtuar këto me kujdes dhe kemi parë më të mirën tonë të mundur deri në këtë pikë. Mishetiq. Precedenti i trupit gjykues ka qenë që të gjitha këto palët kanë qenë të gjitha të njoftuara për të gjitha dokumentet që janë nxjerrë dhe mbrojtja ka qenë e njoftuar për gjithë dokumentet që janë nxjerrë dhe në mënyrë të tillë që trupi gjykues mund t'i përdorë ato pa dhënë njoftim para për çështje ligjore. Pra duket që është një dallim shumë i vogël që pastaj ne t'i japim njoftim për të njëjtët dokumente. Betëro, nuk po flas për dëm të shkaktuar, unë po përpiqem të kuptoj nëse këto janë dokumente që ju synoni të përdorni apo jo. Cilat janë këto dokumente? Mishetiq, harrova të trajtoj një pikë që ngriti zoti Holding, që është unë kam kërkuar në mënyrë konkrete nëse mund të zbulojmë emrat e dhënësit sipas rregullës 107 dhe nuk kam marrë përgjigje për këtë. Dhe në mungesë të përgjigjes duhet të rregohemi të kujdesshëm. Ritheksoj se nuk duhet të bëj asgjë që mund të dëmtoj dhënësin e informacionit sipas rregullës 107. Gjykatësi Genor, kam një pyetje për zotin Halling. Kjo ka të bëjë me dëmin e mush që mund të shkaktohet prokurorisë. E dim që mbrojtja është detyruar të respektojë urdhrin mbi zhvillimin e gjykimit. Pra, për gjitha materialet që mbrojtja dëshiron të përdorë, me dëshmitar viva voce, ata duhet të japin njoftim paraprak. Por materialet që ata duan të paraqesin si prova materiale shoqëruese, ata duhet të japin njoftim paraprak natyrisht, duhet të bëjnë parashtim të provave jo gojore, duke kërkuar praninë e disa provave materiale. Pra ju dini saktësisht cilat janë ato prova materiale. Pra duke pasur parasysh se është ky niveli i dytë i njoftimit, për njoftim specifik, provat materiale që mbrojtja dëshiron të paraqesë në mënyrë të sinqertë, pra si prova, pyetja ime është kjo, a ka ndonjë dallim në fakt nëse mbrojtja është përpjekur të përfshi gjithë listën e provave materiale të prokurorisë në këtë mënyrë? A ju dëmton kjo në një mënyrë apo një tjetër? Halling, propozimin e që kemi bërë bazohet më shumë në menaxhimin e procesit të gjykimit në mënyrë sa më efektive dhe ne i njohim materialet natyrisht që janë në listën e provave materiale tona dhe
edhe ato që nuk i kemi vendosur të mos i paraqesim, po dhe kjo është mënyra se si duhet të zhvillohet procesi gjyqësor. Kështu e kuptojmë në vlerën e arsyeja që edhe vlerat që ka të paturit e një listë të provave materiale, në vend që secili prej këtyre materialeve të nxirret në lëndë dhe të prapë në mënyrë që të jetë sa më drejt për të gjithë. Kjo ka një qëllim, një synim të qartë, konkret për nevojat e gjykimit dhe nuk është si situata ku dokumentet e futura në listën e provave që mund të paraqiten në rastet ku ka interes që të bëhet dallimi i vogël prapë sa i takon fjalëve të përdorura dhe nuk është që a duhet i dy fishojmë pra paraqitjen e këtyre. Gainor, faleminderit. Mishëtish, kërkoj ndoshta të ishim më të kujdesshëm me këtë dhe duhet ta përsëris ku ishte argumenti kur ne u ankuam kur gjykatësit përdorin gjithçka që nuk kishte nxjerr. Që nuk ishte lista kryesore, nuk ishte listë kryesore të materialeve, të dokumenteve gjyqësore që mund të përdoren. Pra nuk shkaktoi dëm kjo gjë në atë kohë. Gjykatësi zoti Elis, do të flas tani edhe për një pikë të cilën zoti Halling nuk e trajtoi, çështja që ngriti zoti Halling dhe për cilën dua të flas, çështja e përkthimit. Ne kemi përfshirë këtë në parashtrimin tonë kryesor. Në listën tonë të provave materiale janë 3 dokumente që nuk janë të përkthyera. Ne jemi duke punuar me këtë, do të dorëzojmë përkthimet sapo të jenë të gatshme. Zoti Halling nuk po ju referosha këtyre 3 dokumenteve, po e kisha fjalën për shumë të tjerë që mund të jenë për tek tyne. Zoti Mishetiç, qëndrimi jonë është se rregullat parashohin qartësisht obligimin e prokurorisë për të nxjerrë dokumentet e përkthimet e dokumenteve të paraqitura. Kjo është detyrim sipas rregullës 102.1 dhe nuk ka detyrim konkret për mbrojtjen që të nxjerrë përkthimin e dokumentet e përkthyera. Pra kjo nuk parashihet në rregulla. Gjykatësi. Pika tjetër që turpi gjykuesët të trajtoj është çështja e parashtrimeve që lidhen me dëshmitar për provat e mbrojtjes, pas parashtrimeve të djeshme turpi gjykues do duhet konfirmojë me mbrojtjen e Thaçit dhe Krasniqit sa dëshmitar në sallë të gjyqit apo sipas rregullës 154 do të thrasë secila prej ekipeve të mbrojtjes provat dhe sa dëshmitar të paraqiten sipas rregullës 153-155 zoti Mishetiç së pari, zoti Mishetiç, faleminderit. Në këtë fazë që jemi, ne synojmë të thrasim 12 dëshmitar, prej të cilët 11 do të presim që të japin dëshminë në sallën e gjyqit. Megjithatë, tani mund të jemi në gjendje të konfirmojmë vetëm 3 dëshmitar. Një prej dëshmitarëve pritet të japë dëshmi viva voce. Hapi tjetër i radhës do të jetë dhënia e informacionit që kërkohet nga paragrafi gjykatësi viva voce. Mishetiç, ky është nxjerr tani më, Mishetiç, gjykatësi në rregull, Mishetiç, tani që po flasim, kemi një dëshmitar, një tjetër dëshmitar është nxjerrur, që është dëshmitar sipas rregullës 154, dhe pastaj dëshmitari i tretë që është nxjerrur, është sipas rregullës 153, do të thoja që për pjesën më të madhe të tyre, në mos për të gjithë, dëshmitarë që ngelin, presim që të bëjmë kërkesa sipas rregullës 154, por edhe kjo varet nga autorizimet që mund të marrim nga dhënësi i informacionit apo i dëshmitarëve. Gjykatësi, faleminderit, kjo na ndihmon zoti Elis, siç kemi thënë në parashtrimin tonë ligjor gjykatësi, janë 5 në tërësi, 2 prej cilëve presim që të paraqiten sipas rregullës 154, 2 sipas rregullës 153 dhe 1 sipas rregullës 155. Gjykatësi, faleminderit, zoti Halling. Nëse mund të flas zoti Halling, nëse mund të shprehem edhe në lidhur me këtë, gjykatësi vazhdoni. Zoti Halling, gjëja fundi që një gjë që donim të konfirmoni në këtë pikë është sepse u paraqit kjo në gjykimet e tjera, është thjesht të konfirmojmë sa takon paraqitjes së mbrojtjes
se asnjë prej të akuzuarve nuk synojnë të japin dëshmi. Ata nuk janë në listë, fakti që nuk janë listë nuk do thotë që është kështu, donim të marrim konfirmim për nevojë të procesit verbal lidhur me këtë. Gjithashtu deshim të pyesim mënyra se si po zhvillohen gjërat tani dhe si u qartësuan gjërat, se ka vetëm 3 dëshmitarë sipas rregullës 154 dhe di gjithashtu që trupi gjykues ka thënë se do të donin që kjo të bëhet në mënyrë të vazhdueshme, të paktën 3 javë përpara dëshmitarit e parë. Por duke patur parasysh numrin e vogël të dëshmitarëve për momentin, duhet të dinim nëse data për dorëzimin e parashtrimeve të dëshmitarëve sipas rregullës 154 cila është. Gjykatësi do të kalojmë tani te kjo pikë dhe përgatitja në konferencën për përgatitjen e mbrojtjes, trupi gjykues mund të caktojë afate për dorëzimin e parashtrimeve sipas rregullës 153-155 në përputhje me rregullën 193 dhe 4, mund të ndihmojë që ekipet e mbrojtjes të sugjerojnë afate për këto parashtrime që mund të jenë të realizueshme, zoti Mishetiç, e keni fjalën që të sugjerojmë ato në konferencën e ardhshme për përgatitjen e mbrojtjes apo tani gjykatësi në konferencën e ardhshme. Gjykatësi po ju informoj paraprakisht lidhur me këtë çështje, kështu që ta dini edhe ju të përgatiteni. Gjykatësi është e pranueshme që të bëjmë kështu. Do të marrim datat e mundshme për parashtrimet dhe pastaj të gjithë duhet të respektojnë ato. Zoti Halling, po, të nderuar gjykatës, që të jemi të qartë, parashtrimi im ishte vetëm lidhur me dëshmitarët e sipas rregullës 154, pra po rregullën 153-155, kjo mund bëhet më vonë. Kryesisht nëse gjykata do të dëgjojë dëshmitar këtë javë, pra të javës 25. Ne do të parashtronim, do të bëjmë kërkesë sipas rregullës 153 që do të jetë ndryshe gjykatësi, po për kërkesën sipas rregullës 154, kur mendoni që mund ta dorëzoni atë, duke patur parasysh që do të ishte mirë ta kishim përpara seancës përgatitore të mbrojtjes. Mishetiç, qëndrimi jonë është që kërkesa sipas rregullës 154 për një dëshmitar nga 3 që kemi nxjerrë do të bëhet sa më shpejt të mundur, por jo më vonë se konferenca përgatitore e mbrojtjes. Me dhënien e informacionit që kërkohet në pajtim me paragrafin 75 të urdhrit për zhvillimin e procesit. Zoti Halling, nëse seancat do të fillojnë me 25 gusht, siç është parapar, përgjigjja jonë do të jetë paraqit dëshmitari sipas rregullës, kur paraqit dëshmitari sipas rregullës 154. Trupi gjykues tha që janë 3 javë për këtë gjë, duke marrë parasysh gjykatësi, duke marrë parasysh se atë që tha zoti Mishetiç do të caktojmë një afat kohor, por do të varet edhe nga vendimi jon mbi datën e fillimit të dhënies së dëshmisë. Në rregull, Mishetiç natyrisht dhe palët kanë kërkuar së bashku, përfshirë edhe ZPS, një zgjatje të këtij afati deri më 15 shtator. Pra 3 javë përpara kësaj do të ishte në rregull me neve ose 18 gusht për këtë dëshmitar të vetëm që është afati për të cilin e përmendëm. Gjykatësi, pika tjetër e radhës, trupi gjykues do dojë që të bëjë pyetje palëve lidhur me kërkesat potenciale të mundshme për masa mbrojtëse që mund të vendosen me qëllim që të parashikohet plani i nevojshëm për të siguruar një nxjerrje sa më të shpejtë e vendimeve të tyre. Së pari, ndonjë nga ekipet mbrojtëse që do të paraqesë prova synon që të bëjë kërkesa të tilla për masa mbrojtëse për ndonjërin prej dëshmitarëve të tyre që do të thrasin, dhe nëse është kështu, ai janë ekipet në gjendje që të na japin neve numrin e dëshmitarëve dhe afatet kohore që ne mund presim për të pranuar këto kërkesa. Zoti Mishetiç, siç keni konstatuar në parashtrimin tonë, kemi një dëshmitar për cilin janë urdhëruar më herët masa mbrojtëse, të cilat do të vazhdojnë. Nuk e di a duhet ta lexoj, të citoj urdhrin tuaj, por jam i sigurt që ju e njihni këtë. Mund të kërkojmë modifikim, ndryshim të disa prej këtyre masave, përfshirë edhe nëse mund të kalojmë në seancë private vetëm 1 minutë, gjykatësi kalojnë në seancë
Your Honors, we are now in public session. Sekretari i seancës ndërproi gjykatës në seancë publike. Mesatiç faleminderit zoti kryet gjykatës. Aktualisht parashikohet që të gjithë dëshmitarët tjerë të mbrojtjes zotit Thaçi nuk kërkojnë masa mbrojtëse. Por kjo do të varet nga kriteret që do të vendosen nga ofruesit e informacionit sipas rregullës 107. Në parashtrimin ton, ne kemi thënë që për të mbrojtur privatësinë dhe sigurinë e dëshmitarëve potencial, ne propozojmë që të ruhet konfidencialiteti i dëshmitarëve, domethënë identiteti i tyre, deri në dhënien e dëshmive të dëshmitarëve përpara trupit gjykues. Alice, për ne, aktualisht ne nuk mendojmë që do bëjmë ndonjë kërkesë, megjithatë në qoftë se do bëjmë kërkesë për masa mbrojtëse, atëherë do t'ja sillim këtë gjë në vëmendje sa më shpejt jetë e mundur. Gjykatësi Smith Holling, nuk kemi kundërshtime për propozimet sa i takon masave mbrojtëse dhe konfidencialitetit të dëshmitarëve. Megjithatë, sa i takon rendit të dëshmitarëve, dua të them për proces verbal se për neve, për përgatitjet tona, rendi në cilin do të thirrisen dëshmitarët është shumë e rëndësishëm. Aktualisht ne jemi në dije vetëm për 4 dëshmitarë që do të vinë në gjykatë. Një person është thirrur nga mbrojtja e Krasniqit dhe ky person do jetë i fundit nga të 4 që njohim ne, që dimë që do të vinë këtu përpara trupit gjykues. Kështu që do donim të dinim identitetin e këtyre personave, të konfirmojnë se kush janë këto, se pra të jepet rendi i dëshmitarëve. Zoti Mesatiç, përgjigja për këtë pyetje është jo, sepse sipas urdhrit për zhvillimin e gjykimit, neve kemi të drejtë të mos e bëjmë të ditur rendin deri përpara 3 javësh se sa të fillojmë paraqitjen e provave tona. Do të thënë, në momentin që ju do të nxirrni datën për provat e mbrojtjes së Thaçit, nga ky moment ne pas 3 javësh do të kemi mundësi që të japim rendin. Holling, nuk e kuptojmë sepse ka shumë pak dëshmitar, kështu që nuk e kuptojmë se nuk na jepet rendi dëshmitarëve, sepse nëse nuk na jepet rendi dëshmitarëve, nuk do kemi mundësi që të përgatitemi siç duhet. Mesatiç, ndërkohë që zhvillohen më tej, pra kur kemi zhvillime të mëtejshme dhe pasi të kaloj koha e nevojshme, besoj që trupi gjykos do të informojë. Atëherë, së pari duhet që të bëjmë planifikimet për udhëtimin dhe së dyti kemi dhe çështjen që diskutuam në seancë private. Nga ana tjetër nuk e di se cila do jetë më logjikshme dhe më realizueshme për sa i takon rendit të dëshmitarëve, kështu që nuk kam një përgjigje për momentin. Gjykatësi Smith, në rregull, do ndjekim urdhrin, do rendin sipas urdhrit për zhvillimin e gjykimit dhe do informojmë sipas nevojës. Ndërkohë, pika tjetër ka të bëjë me mocionet jo gojore dhe njoftim gjyqësor për fakte të gjykuara dhe prova të tjera. Nuk e di në qoftë se ka ndonjë në palë diçka për të thënë sa i takon prova jo gojore. Lidhur me pikën e dytë, dua të di në qoftë se ka ndonjë mocion gojor për konstatime gjyqësore të fakteve të gjykuara. Ju lutem palëve të përgjigjen për këtë pikë dhe nëse ka një përgjigje pozitive më thoni se kur dhe nga kush. Mesatiç, ato më thoni nga kush. Gjykatësi Smith, kur them nga kush e kam fjalën nga cili ekip. Mesatiç, ne parashikojmë që të bëjmë parashtrime, pra që të kërkojmë njoftim për fakte të shqyrtuara me prova të tjera. Për momentin ne nuk kemi mundësi që të japim parashtrime të tjera përtej parashtrimeve që kemi bërë me datën 21 korrik. Dhe nuk do kemi mundësi që t'ju japim shpjegime përmes mocioneve me shkrim deri pasi të marrim afatin më 18 gusht. Domethënë deri në këtë moment nuk kemi pasur kohë të mjaftueshme për të përgjigjur kësaj pyetje. Gjykatësi Smith, do keni mundësi të jepni përgjigje kësaj pyetje në seancën për përgatitjen e mbrojtjes? Mesatiç, po, deri atëherë do japim një përgjigje. Gjykatësi Smith, në rregull. Ellis, go ahead. Zoti Ellis, vazhdoni ju. Ellis, edhe për ne një qëndrim, do kemi mundësi të japim një përgjigje lidhur me këtë pikë në konferencën për përgatitjen e mbrojtjes.
The next point on the agenda, Pikën tjetër në rendin e ditës se kemi diskutuar deri një farmase, por jo plotësisht. Trupi gjykues i kërkon mbrojtjes së thachit dhe të krasniqit që sqaroj se sa dokumente dhe dëshmitar të propozuar ende janë objekt i autorizimit sipas rregullës 107, dhe cilat janë afatet për këtë proces për të përfunduar. E kuptoj që afatet janë të vështira për të saksuar, megjithatë le të fillojmë me pyetjen e parë. Sa dokumente duhet që të marrin autorizimin sipas rregullës 107? Misetiç, ne po presim për mesatarisht 30 dokumente për autorizim. Gjykatës Smith mikrofoni ishte i fikur, zot Misetiç i pyetëm dje dhe nuk na dha një përgjigje. Përgjigjja ishte shumë e vagullt. Gjykatës Smith, po ju, zoti Ellis, a keni dëshmitar sipas rregullës 107? Ellis, jo, nuk kemi dëshmitar sipas 107-s, por kemi dokumente, 5 dokumente sipas rregullës 107. Gjykatës Smith 5, Ellis po 5. Gjykatës Smith, a keni marrë autorizim për to? Ellis jo. Gjykatës në janë fat lidhur me to? Ellis jo. Gjykatës Smith ZPS-ja, Holling. Atëherë, nuk është diçka që nuk është se kemi thënë më përpara, megjithatë sipas parashtrimit F0332, kurdo që ngrihet çështja e autorizimit për dokumentet, mbrojtja kërkoi që të nxjerrë autorizimet dhe dokumentet gradualisht, hap pas hapi. Nuk është e nevojshme që dërgohen të gjitha dokumentet për njëherë pasi të merren të gjitha autorizimet. Gjykatës Smith, faleminderit, Misetiç e kuptoi këtë gjë. Gjykatës Smith, sa i takon pikës së fundit në rendin e ditës dhe për siguruar që nuk do të ketë vonesa të parandalueshme në gusht, trupi gjykues dëshiron që të kërkojë nga mbrojtja e zotit Thaçi, zotit Krasniqi, të thonë në qoftë se a ka detyrime të tjera për nxjerrje materiale sipas rregullës 104 paragrafi 5 dhe që këto detyrime a mund të plotësohen deri më 18 gusht 2025 ditë e hënë, siç parashikohet në paragrafin 27.d e vendimit F0332. Zoti Misetiç, ju jeni pari. Misetiç, ju kërkoj që jam përsëritës, megjithatë, ne kemi qenë përputhës deri në masën që kemi mundur që të jemi përputhës, e kemi respektuar të gjitha detyrimet tona. Pra do të respektojmë afatin deri me 18 gusht, deri në masën që mund të kontrollojmë, mund të realizojmë këtë afat. Megjithatë, sikur se thash më herët, ne varet më shumë nga pëlqimi dhe autorizimi që do të marrim për ofruesit e dokumenteve. Dhe neve do mundohemi që të japim gjithë informacionet e duhur dhe gjitha dokumentet në momentin kur jepet autorizimi dhe kur na jepet dokumente. Na jepet nga ofruesit e dokumenteve sipas rregullës 107. Zoti Holling, nëse nuk respektohet afati, do duhet na jepet arsyet për mos respektimin e afateve. Megjithatë, së pari, që është më tepër një pyetje se sa kundërshtim, dua të them që nuk ka deklarata të cilët janë paraqitur nga ekipet e mbrojtjes në këto lista të ndryshme nga deklaratat formale ose zyrtare. Dhe ne i kemi parë që deklaratat pra duhet të jenë në përputhje me rrethanat e çështjes. Ne e dim që ka disa kufizime sipas rregullës 107 për disa deklarata dhe për këtë arsye nuk i kemi këto. Megjithatë duam që të themi që duhet jetë qartë për ekipet e mbrojtjes që të gjitha shënimet e kontaktit ose gjitha informacionet e tjera të jenë në lista dhe ne të jemi të informuar plotësisht për ta. Gjykatës Smith, ta trajtojmë këtë një herë. A ka përgjigje për këtë? Misetiç nuk e kuptoi drejt. Nuk e di çfarë do thotë zoti Holling, por detyrimet për nxjerrjen e materialeve sipas rregullës 104.5 është që të japim informacion ZPS-s për deklaratat në qoftë se të gjitha ekipet e mbrojtjes synojnë që të thrasin në gjykim dhe të përdorin deklaratat. Dhe kjo është diçka që neve kemi realizuar, kemi dhënë këtë deklaratat dëshmitarit. Ja kemi dhënë ZPS-s. Gjykatësi pra është bërë kjo. Holly, pra të gjitha deklaratat që synohen që të përdoren në gjykim janë dorëzuar, Gjykatës Smith po, në përjashtim të atyre që kanë thënë me rregullën 107. Holly,
Pika e dy që dua të ngre në pa është ajo çfarë përmendi zoti Mesetish dhe sipas parashikimit ton, ky është një element i cili mund të parandalohet për të mos shkaktuar vonesa. Dhe citoj atë çfarë tha zoti Mesetish më herët. Qëndrimi ynë është sipas rregullores, pra prokuroria ka si detyrim që të nxjerrë sipas rregullës 102.1 dhe nuk ka një detyrim konkret për mbrojtjen për të nxjerrë një përkthim të sipas rregullores, por ky detyrim ekzistonte vetëm për ZPS-n. Megjithatë, ky është një qëndrim shumë i qartë, sepse ne ja kuptojmë vetëm gjuhën zyrtare të gjykatës. Dhe për këtë arsye, në qoftë se mbrojtja parasynon që dokumentet përkatëse do t'i përdor për gjykim, sipas qëndrimit tonë, ato janë të detyruar që të na ofrojnë përkthime, se përndryshe ne nuk e kuptojmë se për çfarë dokumentesh bëhet fjalë. Mesetish, në rregullore thuhet ajo që thuhet. Halling thotë që jeni do të thonë që jeni hartuesit rregullores dhe nuk e keni vendosur këto detyrime për ne. Atëherë së pari më lejoni të them që ju më njihni mirë dhe unë nuk do të përdor një dokument që nuk është në anglisht për arsye gjykimi. Pra sigurisht që do jetë nevojshme që të bëhet përkthimi, do bëhet përkthimi dhe do jepet në kohë të mjaftueshme palëve. Por zoti Halling, me që kuptova unë në fillim, pra besoj që pretendojnë që neve të kalojmë pjesën e mbetur të gushtit edhe të korrikut që të përkthejmë gjithë dokumentet që kanë ngelur para përkthyer. Gjykatësit Smith nuk mendoj që na duhet që të përkthejmë 4700 dokumente që janë në një tjetër gjuhë. Megjithatë, në qoftë se do të paraqitet për pranim në provë një dokumenti duhet të përkthehet. Halling. Kjo është vërtet, po. Ne mes ç'kuptojmë, lista e provë materiale duhet që të ishte dorëzuar dje, por kemi prova në këtë listë të prova materiale të cilat aktualisht nuk paraqiten dot për pranim në prova, sepse aktualisht nuk janë në një formë që mund të paraqiten për prova. Dhe për këtë arsye, unë po them që duhet që të merret mbrojtja me këtë dokumente në mënyrë të tillë që të mund pranohen. Gjykatësi Smith, megjithatë nëse ata urdhrohen që të mos paraqesin për pranim asnjë dokument që nuk është i përkthyer, besoj se këtu zgjidhet problemi. Halling, ne na duhet kohë mjaftueshme për të lexuar dokumentet, për të pasur mundësi për të përgjigjur këtyre dokumenteve dhe për të vjuar më tej. Mesetish, po më thon tani që kur ZPS-ja prodhoi listën e provave materiale të vetat, kishte qindra dokumente që nuk kishin përkthime në anglisht. Kam përshtypjen që kjo ka ndodhur në 2022, në 2021 madje, edhe në 2025-ën, që ato vazhdojnë që të nxjerrin përkthime të dokumenteve në listën e tyre të provave materiale. Gjykatësi Smith, a mund të jepni një datë kur mund të përfundohen përkthimet? Mesetish, keni fjalë për gjithë dokumentet? Gjykatësi Smith, jo, vetëm ato dokumente që synoni që të kërkoni pranim në prova. Mesetish, pra, në qoftë se do duhet nxjerrë dokumente që kemi në listën tonë të provave, do të bëjmë përkthimin dhe nxjerrjen e këtyre materialeve përpara se sa t'i kërkojmë të pranohen në prova. Më lejoni vetëm një çast, lutem. It's a common sense problem. Gjykatësi Smith, është një problem praktik dhe duhet një zgjidhje praktike. Mesetish, për këto po sugjeroj edhe unë. Gjykatësi Smith, po nuk ja vlen që të jetë përkthim 10 minuta përpara se sa të sillet dëshmitarin në sallë. Gjykatësi Smith, Mesetish, po kjo nuk është mënyra e zakonshme, se unë dua që ju të jeni të përgatitur të lexoni dokumente përpara se sa të sillet dëshmitarin në sallë. Gjykatësi, po 5 ditë përpara se sa të thrisin dëshmitarin? Është e pranueshme kjo? Mesetish, në rregull. Halling, në rregull, në përgjithësisht në rregull. Mr. Mesetish, I'll try once again to square the rule. Atëherë, Metro, dua të sqaroj pak rregullën 107 sepse nuk kemi mbërritur akoma aty. Pyetja e parë që kam për ju, zoti Mesetish, është kjo. Me llogari që kam bërë unë, ka 9 dëshmitarë sipas rregullit 109 që janë pjesë e listës tuaj. Secili prej ofruesve
që kanë të bëjnë me ta dëshmitarë. A kanë kërkuar që ju të mos nxirrni identitetin e këtyre personave për ZPS-n? Të gjithë ja kanë kërkuar këtë gjë? Kjo është pyetja e parë. Dhe pyetja e dytë është kjo. Gjithsesi mund të përgjigjem të dyja pyetjeve për një herë. E kam fjalën për 18 gushtin. Ky është afati që ne ju kemi dhënë, duke marrë parasysh komentin që do të halin që ju duhet ta bëni gradualisht, domethënë gjithë nxjerrjen. Megjithatë pyetja është kjo. Në qoftë se nuk merrni autorizim për asnjë prej këtyre dëshmitarëve ose për disa prej këtyre dëshmitarëve datë 18, cili është plani, sepse në të kundërtën do jemi në një situatë që jemi edhe aktualisht, që ju thoni që nuk keni mjaftueshëm kohë dhe duhet që të merrni autorizim. Kështu që pyetja për ju është kjo, a keni një plan B që duhet marrni parasysh kur të marrim vendimet ne? The language. Është çështje interpretimi i rregullës 107. Unë kam ndjekur këtë çështje këtë muaj, kam kërkuar sqarime, cili është qëndrimi dhe përgjithësisht ka marrë lidhje me kërkesën time. Pra, për të qenë kujdesshëm, deri në momentin që do të marr përgjigjen, nuk do nxjerr asnjë emër, sepse nuk dua të shfrytëzoj këtë situatë të mjegullt e të nxjerr informacione që nuk duhet i nxjerr. Sa i takon afatit të 18 gushtit, synimi im është nëse nuk dëgjojmë gjë prej tyre, do të merrni kërkesë prej nesh në mënyrë që na ndihmoni ju me autorizimet përkatëse. Dhe kjo do të ndodhi para datës 18 gusht. Metro, faleminderit, gjykatësi Gaynor. Zoti Mishetić, e kuptoj që ju jeni në kontakt me këto ofrues informacione sipas rregullës 107 apo jo? Përgjigje, jemi në kontakt me të gjithë, me disa prej tyre kemi pasur komunikime verbale kryesisht, Metro. Pra nuk është se nuk janë bashkëpunues ofruesit e informacionit. Mishetić. Një prej tyre nuk është shumë bashkëpunues, por nuk duat. Po mendoj që është më shumë është se është i kujdesshëm, jo se nuk është dakord me procesin, gjykatësi Metro. A besoni ju se parimisht do të merrni autorizimin për këta persona që t'japin dëshmi? Përgjigje, po, sepse askush nuk na ka thënë që nuk do të ndodhë, që nuk do të merret autorizimi për ta. Është thjesht çështje kohe, sa kohë do të nevojitet që të jepet autorizimi përkatës. Dhe kjo lidhet dhe me pyetjen e gjykatësit Metro. Nëse ndodh diçka që është përtej kontrollit ton, atëherë do ju njoftojmë përpara 18 gushtit dhe do ju bëjmë ju kërkesë që të na ndihmoni. Do ta riformuloj edhe një herë. Ju e dini për shkak të komunikimit ex parte që një prej ofruesve të informacionit është problematik. Për këtë kemi kërkuar tashmë ndihmën tuaj, do ju kontaktojmë përsëri ne për këtë person, për këtë institucion. Pjesa tjetër kanë qenë bashkëpunues, janë të gatshëm të japin autorizimet përkatëse për dëshmitarët tanë, por na kanë thënë që ka procedura të brendshme. Gjykatësi Metro. Po besoj se keni kontakt me zyrën administrative, besoj. Mishetić patjetër që po. Hollink. Duke marrë parasysh parashtrimet, ne kuptojmë që nuk mund të marrim shumë informacione lidhur me aspektet e rregullës 107, ama trupi gjykues mund ta marrë këtë informacion. Kështu që ne do të propozonim fuqimisht që të paktën trupi gjykues të marrë parashtrime ex parte prej ekipeve të mbrojtjes, cilat janë kufizimet dhe çfarë propozojnë. Mishetić. Gjithë paraditen, prokuroria na ka caktuar kushten e që vetë nuk i kanë zbatuar asnjëherë, sa i takon rregullës 107. Prandaj s'po kuptoj dot unë këto vendosje të kushteve prej tyre. Ju thash edhe një herë,
Nëse do të kemi nevojë që të na ndihmoni ju, do t'i bëjmë kërkesën përkatëse përpara 18 gushtit. Por këta janë dëshmitarë që ne duam t'i therasim se kanë dëshmi të vlefshme, e do të bëjmë të pamunduron duke përfshirë këtu dhe kërkesën për ndihmë drejtuar të gjykues që ju na ndihmoni më pas, t'i sillim dëshmitarët këtu nëse nuk funksionon procedurën tonë. Holding, përpara se ta lëm këtë pikë, më duket se ka një paqartësi në përgjigjen që na dhat pak më herët. Rregulla 104.5 që flet për nxjerrjen e deklaratave të mëparshme, flet dhe për deklaratat që synon të paraqesë mbrojtje gjatë paraqitjes së provave të vete, por dhe çdo deklarat tjetër që kanë për dëshmitarët në listën e tyre. Zoti Misheriç i përmendi të dyja në përgjigjen e vet, por nuk e kemi të qartë kur tha të gjitha deklaratat. Pra, do ta qartësojmë ju lutem. Pra përfshin këtu edhe deklarata e dëshmitarëve që duan të therasin, por që nuk synojnë të paraqesin përmes gjykimit, Misheriç. E vetëm deklarata që duam ne të pranojnë ato që do të përdorim ne me dëshmitarët. Pra, deklarata e dëshmitarëve që mbrojtja synon të thëras në sallën e gjyqit dhe të gjitha deklaratat që ka marrë mbrojtja dhe që synon të paraqes në sallën e gjyqit. Çka do thotë? Që të synojmë të përdorim deklaratat dëshmitarëve që do të vinë në sallën e gjyqit, por deklaratat sipas rregullës 153-155. Jo çdo deklaratë të mundshme që ka dhënë dëshmitari që synojmë të therasim ne. Sepse kjo do të hapte problematika tjera, do të hynim në çështjen e vetë inkriminimit këtu. Këtu e kemi ngritur edhe në fazën e paragjyqësorit, fazën e procedurës paraprake në kohën përkatëse. That is all that's Këtë kishëm në rendin e ditës. Ka ndonjë çështje tjetër që dëshironi ta diskutoni? Ndonjë prej palëve të tjera? Dixon. Duke marrë parasysh faktin që po fillojnë pushimet shumë shpejt, edhe faktin që do të ketë nevojë të dorëzojmë disa dokumente, a mund na i ndryshoni afatet, janë dokumente që s'kan lidhje me paraqitjen e provave, sepse kjo është çështje më vete. Janë veçanërisht 3 parashtrime që lidhen me mbrojtjen e viktimave. Ne i çuam dhe email zotit Loz për të parë nëse ka ndonjë kundërshtim, megjithatë mund ta pyesni edhe ju këtu. Është një parashtrim, një prej parashtrimeve është për përgjigjen ndaj dokumentit F03349, është kërkesë për rishqyrtim të dokumentit. A mund na shtyni afatin për këtë dokument për të hënën 25 gusht, një javë pas pushimeve, domethënë. Janë edhe 2 dokumente të tjera që duhet i dorëzonim këtë javë. Një ishte kërkesa për fakte të gjykuara më parë nga mbrojtësi i viktimave, që kishte afatin për 24 korrik, dhe më pas kërkesat sipas rregullës 153-155, që do t'i dorëzoj mbrojtësi i viktimave më 25 korrik. Edhe për këto, a mund na shtyni afatin për datën 25 gusht që t'japim përgjigjet përkatëse në mënyrë që të mos na cënoj periudhën e pushimeve. Edhe njëherë theksoj që ka lidhje me mbrojtjen e viktimave, nuk ka lidhje me paraqitjen e provave prekjeve të mbrojtjes. Faleminderit. Mbrojtja e viktimave nuk ka asnjë kundërshtim lidhur me këtë. We'll take that up and make a decision. Në rregull. Do të marrim vendim. Faleminderit për pjesëmarrjen. Do të shihemi në gusht së bashku. Kishte dikush diçka për të shtuar? Elis. Për shkak të parashtrimeve që sapo bën, do të ishte shumë mirë që të dinim çfarë qëndrimi ju, cili është propozimi tani për mbrojtjen e paraqitjen e dëshmitarëve të mbrojtjes. Ju kërkoj ndjes se nuk po flisja për mikrofonit. Jo po ju pyesja, duke marrë parasysh gjithë parashtrimet që bëm këtu, çfarë qëndrimi keni ju? Do të ishte mirë të paktën të na jepit një indikacion nëse jeni dakord që ne të fillojmë më 15 shtator. Gjykatësi, kjo është diçka që do duhet ta vendosim, ne do ta vendosim dhe do t'i njoftojmë në kohën e duhur. We're adjourned. Seansa mbyllet këtu. Sekretare të gjithë më këmbë.